1, 2, 3, go! Këtu flasim për gjithçka dhe për çdo, nga arti dhe kultura, sporti, filozofia, teoritë e konspiracionit apo çdo temë që na bën të mendojmë, të qeshim, e të themi, "Ore prit pak." Ky është vendi ku energjia nuk mungon, mendimet ndahen hapur dhe çdo episod është një eksperiencë e re. Nëse të pëlqejnë bisedat spontane, vibe pozitiv dhe diskutimet që të mbajnë të mbërthyer deri në fund, je në vendin e duhur. Me Armela Drapi dhe Engji Drapi nisemi për Diku ku dielli nuk perëndon. Sigla. Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në Diku ku dielli nuk perëndon. Në episodin e kësaj jave do flasim për lindjet, apo le të themi për fazat e shtatzanisë, më saktë, edhe pse mediat në mbar botën po buçasin për uljen e numrit të lindjeve. Një realitet i dhimbshëm, por natyrisht na mbetet të rikthejmë fokusin sërish tek ai emocion i bukur dhe patjetër që gjithë secili nga ne në një fazë të jetës së vet ka dëshirë që të bëhet prind. Dhe jam ditën e sotme me mamin Greta Mërtiri. Greta, përshëndetje dhe mirë se vini në Diku ku dielli nuk perëndon. Përshëndetje Engji, është kënaqësi të jem me ty sot këtu. Faleminderit, dhe për mua është kënaqësi ta ndaj studion me ty ditën e sotme, edhe pse këtë herë virtualisht. Sikurse po thoja pak më herët, në ditët e sotme të gjitha mediat, jo vetëm në Shqipëri, por mbar botën, flasin për uljen e numrit të lindjeve, një fakt, le të themi, i dhimbshëm, por ka ndikuar patjetër faktorë të ndryshëm, qoftë kjo mbase fokusi që kanë njerëzit për të bërë karrierë, apo qoftë edhe kushtet ekonomike, apo se si e kanë perspektivën e jetës. Sipas teje, cilat mendon se mund të jenë disa motive që kanë ndikuar në uljen e numrit të lindjeve? Atëre, ka shumë faktorë siç e përmende edhe ti që ndikojnë tek ulja e lindshmërisë. E para është që vajzat po shkollohen, po ndjekin karrierën dhe është mosha, do me thënë, nuk është mosha më si dikur që martoheshin herët dhe krijonin familjen herët, por i vën disa qëllime vetes, shkollohen dhe ngelet që shtatzania e parë për shembull të jetë mbi moshën 30 vjeç. Edhe në rastin tim, për shembull, unë kam bërë vajzën 32 vjeçe. Kështu që në momentin sepse ke të vogël, 6 muajsh mos gaboj apo? po 7 muajshe. 7 ta kesh me jetë. Faleminderit. Plus që janë disa informacione që në momentin që ti e di që ke një farë moshe, le të themi, se nuk është moshe madhe, por duhet shumë kohë që ti dedikohesh atij fëmije, koha për një fëmijë tjetër të duket sikur është e limituar, janë kushtet ekonomike pastaj që duket sikur duhet ta ndash e të tjera me radhë. Absolutisht, por duke marrë shkas nga eksperienca jote e mëmësisë, ma përshkruaj pak çfarë emocioni ishte, ose le themi duke qenë pjesë e procesit të lindjeve prej vitesh, natyrisht le themi ishe disi më e përgatitur apo të gjeti në befasi si emocion? Si emocion nuk krahasohet me atë që unë përjetoj çdo ditë, sepse unë shikoja nga jashtë emocionet e të tjerave, por kur e përjeton vetë është komplet tjetër gjë dhe do me thënë, arrita të kuptoj të gjitha ato pasigurit, të gjitha ankthin që kishin nëna, gjithmonë në momentin që ato paraqiteshin, sepse unë punoj në urgjencë, jam takimi i parë me nëna që vijnë për lindje dhe i shoqëroja deri në sallën e lindjes. E kuptoja gjitha të ankthin, gjitha të presionin, gjitha të emocione, por kur i përjeton vetë është tjetër gjë, tjetër emocion, të duket sikur nuk di asnjë gjë, të duket sikur nuk i ke informacionet ose aftësitë e duhura, se ke një person të vogël që as nuk di të flasë, as nuk di të shprehë, dhe ti do të duhesh të gjithkohës që ta kuptosh edhe të kuptosh se çfarë ka nevojë, si po rritet, a është normale, janë të gjitha pyetjet dhe vetvetiu truri i një nëne nuk është njësoj si të jesh vajzë dhe më pas të kalosh në statusin e nënës, madje dhe neuroshkenca. Në status tjetër. Po, brenda sekonda. Dhe neuroshkenca në fakt e shpjegon me termin matreshencë këtë kalimin, pra që ka ndryshime në tru që ndodhin nga ky kalim, pra që bëhet nga nën në
nga vajzë, më fal, në nën, edhe janë ndryshime të parikthyer. Pra ti gjatë gjithë kohës pasi bëhesh nën do jesh në nivelin alert. Pra je gjatë gjithë kohës në fokus ke bebin dhe duhet të shofësh. Sikur se cekëm edhe pak më herët, faktori moshë themi ka ndryshuar, por studimet në mbar botën thonë që të paktën për vajzat është mirë që të kenë bërë lindjen e parë përpara moshës 30 vjeçare. Si mendon se si ndikon ky fakt? Domethënë, cilat janë diferencat që mund të hasen? Unë mendoj se mosha perfekte për të bërë lindjen e parë është midis 25 dhe 30 vjeç. Kjo për arsye dhe të organizmit. Pra, femrat kanë lindin me një numër të caktuar, le të themi ovocitesh. Dhe me kalimin e moshës, këto ovocite fillojnë që të paksohen, sepse çdo muaj femrat kanë ciklin dhe çdo muaj ato ovulojnë dhe kanë nga një, le të themi, harxhim të një ovociti ose veze. Dhe sa më e madhe të jetë mosha, aq më shumë fillon edhe, nuk doja të thoja plakja, por që është kjo ndryshimi genetik ose fillojnë këto problematika që mund të ketë vetë organizmi, nuk je më njësoj, ka ndryshime biologjike, pra që mund të shfaqen problematika. Secili prej nesh, patjetër. Po, patjetër. Plus që janë edhe në disa studime thuhet që mbi moshën 35 vjeç është dhe risku për sindromën Down ose sindroma të tjera, se është vetëm për shkak të këtij ndryshimit genetik që psojnë edhe genet tona ose genet që ndodhen në ovocite. E vërtet. Cilat janë fazat e një, le të themi, planifikimi? Pra, ti je pro shtatzanive të cilat janë të planifikuara, apo mendon se gjithnjë ka plus minuse, ndër të cilat mund të lëvizet edhe në një shtatzani të paplanifikuar? Në fakt, në fillim kur thoja që të flitej për planifikimin e shtatzanisë, ishte ideja që planifikimi të përfshinte konsultën në çift, bëhej një konsult prekoncepsionale me të dy, domethënë me të dy prindrit e artshëm, partnerët, bëheshin një sër analizash që mund të ishin të nevojshme për ta pasur, le të themi, këtë shtatzanin të sigurt, dhe mendoja se ky ishte planifikimi ideal, por në momentin që i bëra të gjitha këto, planifikim sipas meje është që ti duhet të mendosh kohën se kur do të ngelesh shtatzan, duhet të mendosh se kur të takon lindja për të pasur këto privilegjet më pas, sepse edhe pse të gjitha këto unë i bëra, pra kishim konsultën, bëm analizat para se të tentonin. Duhet të mendohen të gjitha. Unë linda në gusht, në një vape të mërshme, pra të planifikosh do të thotë që ti mendosh mirë të gjitha gjërat. Askush nuk e di se kur do të ngeli shtatzan, por planifikimi mendoj që duhet të jetë në këtë formë dhe jo thjesht tek pregatitja e çiftit apo tek kryerja e disa analizave apo procedurave që mund të jenë të nevojshme para shtatzanisë. Pra, duhet ta mendojnë ata se kur është koha ideale, kur është periudha më e mirë, pra unë do isha dakord që një shtatzani të ishte në periudhën, pra lindja të bëjë në periudhën e pranverës, ke të gjithë verën para, bebi është pak më i rritur, janë këto pjesa e diellit që ndikon shumë, sepse në dimër vitamina D është shumë e ulët, ndikon shumë edhe tek pjesa emocionale, por edhe tek depresioni postpartum. Pra ti do më thonë do të nashtosh ujorë, dashët, dhe jo luanën e biqërishën, thua ti. Po, sepse është nga eksperienca, është e tmerrshme të lindesh në 40 gradë, sidomos kur lind në Tiranë. E vërtet, e marr me mend. E mendoj, do më thonë. Për sa i përket, le të themi, trupit të grua, sepse natyrisht është aty ku krijohet edhe bebia. Çfarë përgatitje duhet të ketë secila grua, vajzë, e cila planifikon të ketë një shtatzani në vazhdim? Ka disa vitamina, suplemente apo disa kontrolle për të parë nivelet se si janë në gjak, nuk e di. Atëherë unë sa herë që flas për shtatzanin, ju them të gjitha vajzave edhe që kanë në plan që të nisin një shtatzani,
ta trajtojnë trupin e tyre si një kopësht, ashtu siç kujdesen për një kopësht përpara se të mbjellin diçka apo para se të rrisin diçka të bukur, njësoj duhet të jetë edhe trupi i tyre. Që do të thotë, në momentin që ato, po themi, kanë një peshë mbi normalen, fillimisht, para se të nisi një shtatzani, që të shmangin dhe të gjitha komplikacionet që mund të sjellë shtatzania, sepse thonë që vetë shtatzania nxjerr në pa të gjitha problematikat që mund të ketë trupi. Pra, nëse kanë një peshë më të madhe, atëherë të tentojnë që të bien pak nga pesha, të nisin një aktivitet fizik, nuk po them që patjetër të bëjmë fitness apo të mirëfillt apo pesha me personal training, por që është mirë që të bëjnë disa hapa, të fillojnë ta ulin pak peshën, të bëjnë po themi një detox, është shumë i arritshëm me informacionet edhe me programet që ka online, bëhet shumë thjesht. Pra, ka disa hapa para se të nisë një shtatzani, siç e tham, te planifikimi, fillimisht duhet të merren me veten e tyre si partneri, sepse është shumë e rëndësishme kjo pjesa e përgatitjes së trupit, sidomos për femrat që kanë dëshirë edhe nuk kanë, domethënë tentojnë edhe nuk kanë ngelur shtatzan, është shumë e rëndësishme që të shikojnë pse nuk po funksionon. Detoksi ka të bëjë edhe me pjesën e duhanpirjes, nëse janë duhanpirëse duhet fillojnë shumë përpara që ta lënë duhanin. Nëse për shembull kanë mungesa të vitaminës D, atëherë duhet të marrin shtesa me vitaminë D. Kjo bëhet pasi ato të kontrollohen. Ose nëse kanë probleme me tiroiden, duhet të bëjnë një sër analizash pas konsultës me mjekut gjithmonë. Nuk duhet të marrin shembull çfarë ka bërë Greta apo çfarë ka bërë Engji analiza dhe po shkoj dhe unë t'i bëjnë, sepse Greta mund të ketë probleme me tiroiden dhe i duhen analiza më specifike. Në këtë mënyrë, ato duhet të bëjnë një konsult prekoncepsionale me ginekologen që ato mendojnë se do të ndjekin shtatzanin, bëjnë 2-3 analiza që doktoresha mendon që janë të nevojshme për atë person në bazë të dhënave dhe historikut të saj, dhe niset të paktën, do ishte perfekte që të niset 3 muaj para acidi folik. Ky është më i rëndësishmi nga të gjitha, pra nisja e acidit folik. Dhe më pas, acidi folik është i rëndësishëm sepse ka të bëjë me krijimin e tubit neural pra është tubi i shtyllës kurrizore, ta themi në gjuhën popullore. Në momentin që ka deficite të acidit folik, krijohet, kemi shumë shanse pra për të pasur spina bifida, që është ai malformacioni ose keq formimi i shtyllës kurrizore, pra kemi daljen e lëngut nervor jashtë trupit, krijohet si një gung ose një fluck jashtë shtyllës kurrizore. Dhe është i rrezikshëm sepse nuk është një patologji që mund të zgjidhet lehtë apo një patologji që nuk e rrezikon jetën. Pra, është edhe jetë kërcënuese pra për bebin. Patjetër, duke mos marrë parasysh tu edhe le të themi përgatitjen psikologjike që duhet të kenë të dy partnerët, sepse mendoj që është një ndryshim mjetësor i jetës edhe nuk ka kthim pas. Po, është 360 gradë, në një moment ti je vetëm me partnerin në shtëpi dhe pas 9 muajsh kthehesh me një, siç e thash në fillim, me një person që duhet të jesh non stop ti që të kujdesesh për të. Nuk ka më gjumë, nuk ka gjumë pra kur të duash ti, do i përshtatesh bebushit. Duhet të mësosh se si do ushqehet dhe tjera me radhë. Që përjetohen për një fazë të caktuar dhe pastaj gjëja rikthehet në një normalitet ndryshe, të cilin po e krijon dhe e ndërton gradualisht. Po, kjo është e rëndësishme që të përshtatet. Kam vënë që kohët e fundit, le të themi në 5 vitet e fundit, çiftet kanë tendencën për ta planifikuar seriozisht shtatzanin dhe jo sikurse ka qenë më herët që okay, nëse ndodh, thjesht ndodh. Është diçka të cilën e ke konstatuar edhe ti apo? Në përgjithësi, po, në shumicën e rasteve që unë kam pasur ose kam hasur, kam asistuar gjatë punës time, u bën gati 9 vite që unë punoj në maternitet dhe pjesa më e madhe po e planifikojnë, kanë pasur të dy dëshirën për të pasur një fëmijë dhe janë
shumë të rralla rastet që mund të kenë ndodhur, le të themi termin popullor aksidentalisht. Rastësisht. Rastësisht. Përmende pak më herët që duhet eliminuar edhe konsumimi i duhanit apo qoftë edhe i alkoolit. Çfarë efektesh ka duhani dhe alkooli në momentin kur gruaja është axhan? Efektet janë toksike për bebin. Të gjitha mbetjet që ka duhanpirja apo edhe alkooli ndikojnë drejt për së drejti fillimisht tek truri i bebit, tek zhvillimi i trurit, pastaj edhe tek zhvillimi në tërësi. Përveç problemeve që mund të shkaktoj tek bebi, mund të sjellë probleme edhe vetë me nënën. Pra mund të ketë tension në shtatzani, mund të ketë probleme me veshkat, në pjesën që nëna mund të jetë konsumatore e alkoolit në nivele të larta, është pastaj edhe sindromi alkolik i foshnjës, pra që duhet i themi ne rehabilitim edhe për foshnjën pasi lind. Që është Janë të shpeshta raste të tilla sepse nuk e kisha dëgjuar më herët. Jo, të paktën tek ne nuk është se janë të shpeshta, nënat përgjithsisht tentojnë ta heqin duhanin para se të ngelen shtatzan, edhe nëse e konsumojnë ato mund të jenë 1-2 në ditë, edhe pse e din që mund të jetë edhe 1-2 mund të jenë të dëmshme, por le të themi nuk janë ato nivele që shkaktojnë problematika shumë serioze. Të paktën në rastet që kam parë unë, sindromin alkolik po themi nuk e kam hasur në këto 9 vite. Po në rastin kur një bebe lind me këtë sindrom, cilat janë fazat apo si rehabilitohet fëmia? Në fakt kjo pjesë merret pjesa e neonatologjisë. Nuk është se kam shumë informacion se si vazhdohet më vonë, por të paktën nga rastet që kam parë jashtë Shqipërisë, në momentin që nëna është e alkoolizuar, merren instancat sociale, pra që nëna nuk lejohet që të kujdeset për atë fëmijë, se quhet keq trajtimi i fëmijës në mos gaboj, se nuk dua të përmend terma që nuk jam shumë e sigurt se i takojnë pjesës sociale. Është një ndërthurje midis mjekësisë dhe pjesës sociale. Pastaj merren pjesa e pediatrisë dhe neonatologjisë, ndoshta edhe kërkohet kujdestaria ose jepet kujdestaria e këtij fëmije tek dikush që mund të kujdeset për të. Në rastin kur gruaja është axhan, cili do cilësoje si 3 mujori më të vështirë? Padyshim është 3 mujori i parë më i vështiri, sepse trupi po përshtatet me ndryshimet hormonale, po përshtatet me të gjitha këtë vrrullin hormonal që vjen papritur, janë të vjellat e shtatzanisë që të mundojnë shumë, por edhe luhatjet e mëdhaja emocionale. Në një moment je mirë, në momentin tjetër fillon duke qarë, është edhe fazë delikate dhe pak stresuese, le të themi, sepse është edhe periudha ku ka më shumë shanse që të kemi aborte spontane. Cilat mund të jenë shkaktarët e një aborti spontan? Nëse është në fazat fillestare, pra në javët e para, përgjithsisht sipas studimeve mendohet që janë keq formime genetike. Pra në periudhën që ndodh fertilizimi, këto genet nuk janë lidhur siç duhet, le të themi, dhe fetusi është, ose embrioni, se fetusi është më vonë, embrioni është termi më i saktë, embrioni nuk është i pajtueshëm me jetën dhe vetë natyra e flak, le të themi, ose nxjerr jashtë trupit për mos e lënë të vazhdojë këtë shtatzani, sepse është i papajtueshëm, pra kodi i tij genetik nuk është i përputhshëm për jetën ekstrauterine. Dhe përgjithsisht këto abortet që dëgjojmë në fillim mes javës së 5 dhe të 6 ose 7 deri në 8, që pasi është dëgjuar zemra dhe kemi këto mise të abort quhen, kur i kanë dëgjuar një herë zemrën bebi dhe pastaj papritur pushon zemra, përgjithsisht sipas të dhënave më së shumti, edhe pse arsyeja e saktë ose shkaktari i saktë nuk dihet, i atribuohet kësaj pjese, pra pjesës genetike. Nuk do të thot, pra në momentin që ndodh një abort në këto javët e para, nuk do të thot patjetër që është problemi i nënës apo i babait. Thjesht ndodh, është le të themi ligji i natyrës, që kur diçka është krijuar gabim, duhet të nxjerret jashtë trupit.
E qartë. Kam dëgjuar plot vajza të cilat thonë që e kam ndier, le themi një ndryshim që në javën e dytë kur kam qenë shtatxan dhe ka persona të tjerë që thonë se e ndjej shtatxanin që pas një muaji gjysmë apo pas 2 muajve. Është diçka mendon psikologjike, diçka që e ndjen, se di, së brëndshmi apo vërtet ka ndryshime që në 2 javëshin e parë në momentin kur jemi shtatxan? Nëse do flisja para shtatxanie, do thoja që këto ndryshime patjetër me literaturë fillojnë të ndihen pas 2 javësh, sepse atëherë ka ndodhur fertilizimi dhe të fillojnë të gjitha ndryshimet. Por në fakt gjatë periudhës që unë po tentoja për shtatxani, në momentin që mendoj se kam ngelur shtatxan, është diçka që ti e ndjen. Është të gjitha këto ndryshimet, sidomos unë kisha midis javës së 2 dhe të 4 kisha shumë ëndra që shpjegohen më vonë edhe me shtatxanin. Thuhet pra që gjatë shtatxanisë shikon ëndra të çuditshme dhe unë i shikoja që në fillim të shtatxanisë. Po. Aha. Kështu që ndjeja nuk e mendoja që mund të ishte shtatxan, pra ti nuk e mendon që ke ngelur shtatxan, por e ndjen që ke një ndryshim, është diçka ndryshe. Dhe në fakt unë kam qenë në atë periudhë kam qenë në Prag me pushime dhe ndjehesha shumë çuditshëm, saqë nuk arrija ta shpjegoja, isha pak më e përgjumur, madje shikoja këto ëndrat që thash, ëndrat e çuditshme që nuk kishin kuptim. Duket sikur universi po të jep disa sinjale dhe duhet t'i shpjegosh. Po. Kohëve të fundit, le themi, sa më shumë njohuri kemi, sa më shumë lexojmë, aq më shumë edhe shtohet, më duket mua, numri i vajzave të cilat zgjedhin të kenë një lindje cezariane. Edhe pse shumë e cilësojnë si shumë më të lehtë, okay, unë mendoj që mund të jetë goxha më e lehtë, por gjithsesi ka edhe ajo komplikacionet e veta. Në cilat raste sugjerohet të kemi një lindje cezariane? Si fillim unë loboj shumë për lindjen normale, edhe pse vetë kam bërë një cezarian të detyruar për shkak të një diagnoze që nuk më lejonte të bëja lindje natyrale. Kam pasur një rikuperim shumë të vështirë e para dhe nëse ka persona që thonë që operacioni është lindja me cezarian është më e thjeshta, është vërtet ato minutat e para, por pasi del nga salla ti je komplet empir, dhimbjet mund të jenë të padurueshme, madje në rastin tim, po flas se ka edhe persona që e kanë pragun e dhimbjes shumë të lartë dhe nuk e vërejnë shumë këtë pjesën e dhimbjes, por që unë kam pasur aq shumë dhimbje saqë edhe me morfin nuk qetësoheshin, që është një ndër qetësuesit më të fortë. Plus mos të flasim pastaj për pjesën që duhet kujdesesh për bebin, ti ke atë dëshirën që të ngrihesh natën e parë, ta kesh bebin afër vetes dhe nuk arrin dot, sepse është e pamundur që ti të ngrihesh që natën e parë, pra të jesh e aftë vetë, edhe nëse arrin të ngrihesh dhimbjet janë të paimagjinueshme. Unë mendoj që rastet që duhet lindjen me cezarian duhet jenë patjetër jo prej frikës së lindjes normale dhe jo për qejf, le të themi, apo për rrugën më të shkurtër. Duhet patjetër të ketë një indikacion amtar ose fetal. Pra në raste se kemi urgjenca që duhet ndërhyrë direkt tek bebja ose rrezikohet jeta e nënës, ose ka një patologji që nuk lejohet që procesi i lindjes të vazhdojë normalisht, atëherë duhet me patjetër që të bëhet një cezarian, por që të shkojnë me këmbët e tyre, dhe unë e them gjithmonë, unë të shkoj drejt një cezariani të dytë e kam të pamundur, të paktën në këtë fazë që jam tani, sepse rikuperimi ka qenë shumë i vështirë. Po, ka qenë rikuperim shumë i vështirë. Në cilin rast është koha e rikuperimit më e shkurtër? Pas lindjes normale, lindje normale tijet direkt e aftë që të kujdesesh për bebin, plus mund të mos kesh edhe këto problemet me gjirin, me ardhjen e qumshtit të gjirit, që në cezarian ndodh që të kemi vonesa për shkak edhe të dhimbjes, dhimbja vetë bllokon në receptorët e oksitocinës
dhe nuk e lë qumshtin që të rrjedhë ashtu siç duhet, ose edhe për shkak të qetësuesve që ke marrë ose të anestezisë, pra të spinales, mund të kemi vonesa, plus bebi ka më të vështirë që të kapet në gjisë, thash sepse ti ke këtë distancimin në fillim, ndoshta nuk po them që janë të gjitha si rasti im, por që ka edhe raste të tilla, pra nuk është aq e thjeshtë sa të shitet. Absolutisht, dhe mendoj që secili trup, secili organizëm e përjeton ndryshe, kështu që Po, rrjedhimisht nuk është në asnjë rast e lehtë. Po flisje pak më herët edhe për pjesën e ardhjes së qumshtit. Le të themi, sa gjatë sugjeron që një fëmijë duhet mbahet në gjim? Aq sa nëna të ketë fuqi dhe bebi të ketë dëshirë për të pirë gjirin. Sipas OBSH-s thuhet që deri në 2 vite, derisa bebi të bëjë 2 vjeç, është mirë që të mbahet në gjë, por ka edhe që duan ta shtyjnë më shumë. A është normale sepse, domethënë, unë mendoj që në momentin kur një bebe mund të jetë 10 muajshë, i ka marrë le të themi më të mirat e ushqyerjes me gjim. Gjithmonë ushqyerja me gji, në një artikull që unë kam lexuar, thoshte që edhe një lugë kafeje qumësh gjiri është i barabartë me një vaksinë, pra ka aq shumë antitrupa në çdo fazë, nuk është vetëm në fillim, madje edhe kur bebi të jetë 2 vjeç, nuk i humbet asnjëherë vlerat e tij, as nuk bëhet ujë siç janë termat që dëgjojmë shpesh. Ndryshojnë sipas gjendjes edhe moshës së bebit, pra nuk janë njësoj vlerat si 6 muajsh ashtu edhe ose si bebe e vogël që mund të ketë më shumë nevojë për yndyrë, karbohidrate, proteina, edhe ashtu edhe në 2 vjeçarin, por që vlerat nuk i humbet asnjëherë sepse është një lëndë e gjallë. Qumshti i gjirit krijohet nga gjaku i nënës, kështu që është vazhdimisht përshtatet me kushtet e bebit. Gjithnjë kanë ekzistuar këto teoritë që shiko, konsumo qumësh të ngrohtë apo përbërje të ndryshme për të shtuar qumshin. Janë realisht funksionale apo mendon se janë thjesht gojdhëna që mbasi kanë funksionuar dikujt dhe dikujt tjetër mund mos i funksionojë? Jo, ato janë mite në fakt që thuhet për pjesën e qumshit, madje mund të jetë edhe dëmshme të konsumosh më shumë qumësh vet, që të kesh më shumë qumësh për bebin, se ka bebe që janë intolerant ndaj proteinës dhe vetë qumshti, pra proteina e qumshtit të lopës, le të themi, që mund të konsumojmë, kalon tek qumshti i gjirit dhe mund të japi dhimbje barku apo shqetësime, irritime bebit, ndonjëherë edhe raste të rralla intolerancë, por që ka disa ushqime që mendohet se kanë efekt galaktogog quhen, siç mund të jenë bajamet, në përgjithësi frutat e thata që të japin pak më shumë energji, susami, tërshëra mendohet se jep këtë rritjen e qumshtit të gjirit, por rritjen e jep vetëm stimulimi i mirë dhe boshatisja e mirë e gjirit. Pra nëse një bebe nuk vendoset mirë në gjirë, nuk e kap mirë gjirin, nuk e zbraz siç duhet gjirin, atëherë mund të konsumosh çfarë të duash dhe nuk do të funksionojë. Vendosja shpesh e bebit i jep sinjale trurit që të prodhoj më shumë qumësh gjiri, sepse ky fëmijë ka nevojë për më shumë qumësh gjiri. Nëse bebi do të vendoset rrallë në gji, ose nuk do bëj kapje të mirë të gjirit dhe gjiri automatikisht nuk zbrazet siç duhet, truri merr sinjale që duhet ta uli prodhimin e qumshit të gjirit, sepse ky bebe nuk ka nevojë për një sasi të caktuar të qumshtit. Pra është mekanizëm biologjik. Ka plot vajza të reja, sidomos në shtatzaninë e parë, në lindjen e parë, le të themi kështu, kur janë edhe më pa eksperiencë, hasin vështirësi shumë të madhe në momentin e kontaktit me bebit me gjirin dhe është edhe faza kur mbas e heqin dorë menjëherë nga gjithëdhënia për shkak se i duket një proces shumë i dhimbshëm. Cila do ishte një këshill që do i jepje? E para nuk duhet të dorëzohen, e dyta gjithëdhënia nuk është aq natyrale saç thuhet në Instagram apo nëpër video në rrjetet sociale. Unë vetë jam mami dhe bebi im e ka refuzuar gjirin ditën e 10. Edhe arsyeja ishte sepse bëra një lindje cezariane dhe kishte tension të muskujve të gojës. Edhe pse u mundova me osteopat, me
me ushtrime për pjesën e muskulaturës së gojës që ta riktheja në gji, ajo krijoi varësi, le të themi, nga biberoni dhe u mësua me biberoni. Kështu që unë që nga dita e 10 deri sot që po flasim bashk, u detyrova që të pompoj gjirin dhe të jap qumshtin e gjirit me biberon. Nuk është, siç e thash, nuk është as pak e thjesht që të vendoset bebi në gji. Nuk është aq natyrale që ti vendos bebi në gji dhe bebi kapet vet, bën zbrazjen vet, ti duhet ta mësosh, duhet të kesh durim. Këshilla ime e parë është që të kërkojnë ndihmë sa më shpejt. Tani në Shqipëri ekzistojnë dhe konsulentet e laktacionit, pra që janë më të specializuar edhe se ne mamit, por edhe ndihmën e thjeshtë të një mamie të paraqiten në maternitet nëse hasin vështirësi me kapjen e gjirit apo nëse ka përgjithsisht pas lindjes mund të kenë edhe problematika me bllokime të gjirit, pra të paraqiten ose të kërkojnë ndihmën e një konsulente laktacioni. Sa më herët, aq më mirë është, edhe pse ndonjëherë mund të mos funksionojë si në rastin tim, pavarësisht gjithë përpjekjeve, por zgjidhja nuk duhet të jetë asnjëherë primare të kalosh te formula, por të tentosh sepse është dhurata më e mirë dhe më e shtrenjtë që mund t'i bëhet një bebi, pra qumshti i gjirit. Ndodh që mund mos kesh edhe qumësht gjiri sepse nuk është e njëjta gjë që bebi ta kapi dhe ti nuk është njësoj si bebi ta kapi dhe ti të pomposh, pra nuk është e njëjta gjë dhe ndodh që edhe për shkak të stresit që ti je duke pompuar, do zgjohesh çdo 2 orë për të pasur qumësh mjaftueshëm, sterilizim, larja e biberoneve, gjitha me radhë është e vështirë, por që aq siç e thash në fillim, sikur edhe një lugë kafeje të kenë, le t'ja japin bebi dhe mos e dorëzohen dhe nuk është fundi i botës nëse edhe kalojnë pastaj tek formula, por gjithmonë nëse e kanë bërë një përpjekje, jo të dorëzohen që me përpjekjen e parë. Greta, unë të falenderoj shumë për gjitha këshillat dhe informacionet që ndave me ne ditën e sotme dhe ishte shumë kënaqësi të të kisha sot në emision. Kënaqësi edhe për mua. Të dashur miq, ju falenderoj që na ndoqët në këtë episod. Së bashku do shihemi në episodin e javës së ardhshme. Deri atëherë, mirupafshim.